A mund ta shtrojmë edhe pyetjen, a ka më të vlefshme se sa kjo natë? Kjo është një pyetje sa e rëndësishme aq e koklavitme, në çfarë kuptimi? Sepse kjo mendoj që duhet të më diskutu ky element. Janë dy hadithe të pejgamberit tonë Muhamedit alayhis salam, ku pejgamberi decisivisht përmend diçka që është më e vlefshme se nata e katërt. Pas ka një moment, pas ka një kohë, pas ka një punë, pas ka një angazhim, dhe këto dy hadithe të pejgamberit alayhis salam, sikur dojmë na thonë neve, të cilat do t'i përmendim sepse për më kuptu, sikur dojmë na thonë neve, nuk bën nata e katërt mu përkufizu mrena 4 murëve të xhamisë. Nuk bën nata e katërt me kërku natën e katërt duke qenë egoist. Por duhet të jesh altruist. Po duke dhënë përparësi të tjerëve. Nuk mrihet nata e katërt duke shiqur interesin individual. Po mesazhi i natës së katërt është duke shiqur interesin kolektiv, interesin e përgjithshëm. Sepse aty është problemi më i madh. Në rast e Buhurejra na tregon ishte një fush betejë ku ishte shumë rrezik i madh, kishte frikë të madhe dhe ushtarët musliman po tërhiqen prej asaj pike. E Buhurejra po qëndron, tjetër po i thon, po tërhiqemi se është rrezik. Tha e kom dëgju profetin Muhammed alayhis salam i cili ka thënë, ai i cili qëndron një orë, një interval kohor në kuptimin në gjuhën shqipe, në rrugën e Zotit ka vlerë më të madhe se sa me kalun natën e katërt dhe bëj ibadet natën e katërt të gurizi. Është çfarë tregon kjo? Kjo tregon sepse nëse ti e adhuron Zotin të gurizi natën e katërt, atëherë ti je kënaq individualisht për veten tënde. Kurse ti nëse qëndron një orë, një moment në rrugën e Zotit, nuk është thjesht në luftë, në një situatë vështirë, po në situatë vështirë, ose në situata të vështira, ti merr një vendim dobishëm për popullin tanë, ai mund të jetë kohë sekondash, nëse je varësisht për përgjegjësi shtetërore, e vendos një nënshkrim me cilin ti ja lehtëson jetën qytetarëve tu. Bën reforma rrëndësore për luftimin e dukurive negative të cilat e kanë kaplu popullin ose një shoqëri të caktuar. Atëherë ti e ki vlerën më të madhe se sot natës së katërt. Ky veprim është më i vlefshëm se ai i cili e ka mri natën e katërt. Hadithi i dytë që përforcon këtë kuptim, pejgamberi alayhis salam ju tha shokëve, a doni më tregu diçka që është më e vlefshme se nata e katërt? Tha shok, po e dërgoni Zotit. Tha është kur një rejtar i cili bën roje në një tokë, një ambient geografik ku rrezikshmëria është aq e madhe sa që ai nuk ka siguri se do të shtoj gjallë në të familja e tij. Zona kufitare ku ka rrezik, sidomos ku ka ku ka tensione, ne kemi për shembull pjesën veriore edhe pse pa dashur me hi në atë aspekt, po ka rrezikshmëri të lartë çdo punë që është rrezikshmëria është e madhe dhe njeriu është në gjendje me sakrifiku veten e tij për ideale më të mëdha, për interesin e përgjithshme, vlerën e ka, e sidomos nëse kjo punë është, shtrohet pyetja, nëse kjo punë është në kohën e Ramazanit. Këta njerëz që bëjnë këtë punë natën e katërt. Kjo atëherë shumë fish e ka shpërblimin e natës së katërt. Dhe atëherë padyshim që mund të më thonë që dimensionet e natës së katërt janë dimensione jashtëzakonisht të mëdha. Nuk do të më harru se këto të mira, këto shpërblime që vijnë këtë natë, në cilën zbresin me lekt, për çfarë zbresin? Si një lloj feste. Zbresin me lekt e Zotit, si një lloj feste që Zoti e ka zbrit fjalën më të përsosur në Kur'an.